ditë që ka shpërthyer. Dhe për çfarë? Dhe këta tani, qeveria, e këta që mbështetin qeverinë bashkë me avokatin, në emër të patriotizmit, nacionalizmit, integrimit të Bashkimit Evropian, i etiketojnë iranian, turq, serb, grek, dhe Rama tha, ata që nuk mund të shesin Shqipërinë, tha, që të shesin Qiftelin, të shesin Flamurin me shkab, të shesin Qeleshën. Tani problemi është që ata që janë përpjekur të institucionalizojnë anti-amerikanizmin në emër të sovranizmit, janë tani ata që akuzojnë një popull që del në shesh një referendum, qytetar, 52 ditor, 52-ta, që i bëjnë Nurembergu të qeverisë. Diskutojmë në pjesën e dytë, po qëndrojmë te kjo pikë, se nuk ka reagim për ta shkeputur vëmendjen nga investimet strategjike dhe nga zonat e mbrojtura, tani ka shkuar në Alpe. Kjo është bashkëpunim të Ramës me Berishën, Rama dhe Berisha janë bashkë, ortakët dhe Henis janë bashkë, e ka një zotëria me Shqipëria njero, pe paston Rama, ndaj është opozita e shitur, sepse ja ka dhënë vullën dhe i ka peng. Pra Rama i ka dhënë vullën Sali Berishës zotëri. Dhe po i përdorë për interesat e veta, për ujdia 2008, asgjësimi i votës lirë, në përmjet atentatit ndaj kushtetutës. Dhe asgjësimi i votës lirë, sigur themeli shtetit të së drejtës, është gur themeli i republikës apo diktaturës së korupcionit, të Ramës dhe Berishës. Ndajen ai popullat. Bashkëpunimi, thënë. Jeni anarkist.